Që pse jam tepër i lumtur që ja kom dhonë votën Alban Bajramit. Atëherë, nëse dën me kuptuet, kisha ftu me këshyrë qët video bashkë me mu deri në fund. Dikush është akuzu për 53 milion, është denu për 53 milion, është denu ma pak se me thy një shqitore në fshat. Sot një qytetar me thy një shqitore në fshat, edhe me i vjedh diso modra ushqimore, rrezikon me u denu ma shumë. 3 vjet e gjysmë. Sot për sot, cili du qytetar del pëte, a i mon 3 vjet e gjysmë në burg për 53 milion. Ka mundësi të vetë sa janë 53 milion, se shumë janë. Se 99% e neve, as nuk e kena ondër me i pas të njëtën 53 milion. Dikush denuet për 53 milion, edhe rrin njëtën sol me muhe, prap kena me dollë me gjas në të njëtat studio. Ka mundësi që ju në zgjidhje do të na thresni atë anën tjetër mua në këtë anë për të diskutu për çështje të qeverisjes, aj me denim edhe qa mi thonë tash. Njëni prej deputetave më të mirë që është konë e është në listën fituese të vetëvendosjes, është Alban Bajrami. Unë për veti, me ju tregu drejtën, jam shumë i kënaqur edhe jam shumë i lumtur që ja kom dhonë votën Alban Bajramit, sepse Albani do të na përfaqësoj në mënyrën më të mirë të mundshme në kuvendin e Kosovës. Prandaj Alban deklasomi këtë opozit që e kanë rjep shtetin, sepse votën tem edhe të familjes tem gjithmonë kime pas.